Mirëmbrëma. Ju falenderoj për kohën që gjetët në ditë shumë të ngarkuara për ju. Mund të më thoni si është situata ose kurioziteti i parë të gjithë që po presim, kur do ta kemi rezultatin e parë paraprak nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Me sa duket, procesi i numërimit dhe vlerësimit të votave nga jashtë do të marrë pak më shumë kohë. Jemi duke parë që për të njëjtën procedurë që zhvillohet në lidhje me votimin brenda vendit, dokumentacioni për votimin jashtë vendit kërkon gati 3 fishin e kohës. Jemi duke punuar me stafin i cili është i angazhuar në këtë proces, po dhe me përfaqësues të partive politike, se si ta shpejtojmë këtë proces. Po me sa duket deri në fund të kësaj jave duhet të vazhdojmë me numërimin dhe vlerësimin e votave të diasporës. Problematika aktuale, zoti Celibashi, e këtyre momenteve, e kësaj ore që ne flasim për procesin e numërimit dhe menaxhimit. Nuk është se ka ndonjë problematikë shqetësuese, ngelet në disa raste ngadalësia në procedim dhe në procesim të dokumentacionit zgjedhor nga disa komisione në rang vendi janë duke folur. Kjo më së shumti lidhet me pamundësinë fizike të anëtarëve të grupeve të numërimit, si dhe të komisioneve zonal zgjedhor për të përgjigjur të gjitha atyre kërkesave të administrimit të procesit të numërimit. Është një proces në fakt shumë i lodhshëm fizikisht, me stres dhe natyrisht që impakton jo në mënyrë pozitive performancën e anëtarëve të grupeve të numërimit. Gjatë ditës së sotme, kur komisionerët ishin të lodhur edhe kërkonin që të fillonte procesi numërimit ditën e nesërme, kam përshtypjen ishte më ai që u bë diskutueshëm. A kemi raste të përsëritura si në Fier që duan ta shtyjnë për shkak të lodhjes, se nuk duan të ndrojnë komisionerët në procesin e numërimit të votave të Celibashi si rasti Fierit? Fieri ishte tipik edhe aty u angazhua Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për ta vendosur procesin në normalitet. Është normale që njerëzit të lodhen, sepse disa prej tyre kanë më shumë se 24 orë që janë duke u marrë me vot me zgjedhje, të themi, o kanë qenë komisioner e më pas janë angazhuar si numërues. Por duhet, sikur se thash dhe në komunikimin që pata me gazetarët disa orë më parë, duhet që partitë politike të cilët kanë propozuar numërues apo dhe komisioner të ndërtojnë një skemë të zvendësimit me turnet numëruese. Nuk mundet që një njeri të rri 20 orë duke numëruar, duke shqyrtuar, duke vlerësuar dokumentacion zgjedhor. Pra duhet të gjejmë një zgjidhje në këtë mënyrë. Ta zvarisin sipas jush, sepse ju keni një eksperiencë të gjatë në menaxhimin e zgjedhjeve, zot Celibashi. Ndjes se nuk ju dëgjova. Po duan ta zvarisin partitë politike me këto kërkesa, me këto shtyrje, me lodhje komisionerë, sepse ju keni eksperiencë të gjatë në menaxhimin e proceseve dhe besoj nuansin shumë mirë kur duan ta zgjasin për llogaritë tyre. Jo, këtë nuk mund ta them, nuk më duket kështu, por nëse nuk angazhohen në atë mënyrë, sikur se unë thash pak më përpara, kjo pastaj të lë fort të dyshosh që ka mungesë vullneti për të angazhuar seriozisht në këtë proces. Deri tani duket që nëse mund të themi vonesa apo problematika, lidhen realisht me pamundësinë fizike të një numëruesish apo komisionerësh për të vazhduar këtë proces. Por zgjidhja është do duhet të marrin masa partitë, veçanërisht 2 partitë kryesore politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, për të organizuar njerëzit që të jenë me turne në këtë proces. Kjo gjë dihet tashmë prej shumë edicione zgjedhore që është kjo situatë. Lutfi Dervishi ishte me mua në studio, në këto momente më është bashkuar Afrim Krasniqi dhe Ilir Kalemaj që uroj mirëseardhjen. Nëse keni pyetje për zotin Celibashi, zot Dervishi? Mirëmbrëma, zoti Celibashi.
Mirëmbrëma. Në orët e para të mëngjesit dhe gjatë ditës djeshme ju është dashur të merrni disa vendime të forta, po pyetja ime ka të bëjë që në marrjen e këtyre vendimeve keni pasur parasysh shqetësim ecurinë e procesit në tërësi, ligjin, leximin strikt të ligjit apo ndonjë konsiderat tjetër? Të dy vendimarrjet më së pari janë në përputhje me parashikimet e ligjit dhe kjo është plotësisht kështu sikurse unë e konfirmoj dhe rrjedhimisht qëllimi ka qenë mbarvajtja e procesit zgjedhor. Prova është çfarë ka ndodhur nga momenti kur ne kemi marrë këto vendime deri në ditën e sotme. Është e qartë besoj që kjo vendimarrje ka kontribuar në një mbarvajtje, një mirë administrim të procesit zgjedhor. Dhe shto këtu fakti që kjo vendimarrje nuk shkon në kundërshtim me ligjin, besoj që do duhet të evidentohet e tillë. Pastaj natyrisht që ka mendime dhe opinione të ndryshme lidhje me atë vendimarrje, por fakti është ky. Vetëm si shtesë edhe në komentet që u bën në orët e para të mëngjesit për vendimarrjen, pa ju referuar ligjit, do të thënë konkluzioni ishte që është vendimi i duhur sepse është një lokomotiv që duhet ndezë dhe duhet eci procesi. Por nëse do të bëjmë një krahasim me zgjedhjet e tjera, do të thënë çfarë sfidash kanë dalë për KQZ-n në këtë proces pa llogaritur të themi elementin e votës diasporët që ju e shpjeguat? Në fakt, konstatoj se nuk ka sfida të shtuara, janë për fat të keq të njëjtat problematika, janë të njëjtat sfida të cilat ne do duhet t'i adresojmë në zgjedhjet tona dhe për fat të keq, pasi përfundojnë zgjedhjet, pak vëmendje ka ose as pak nga partitë politike për të punuar për të adresuar të gjitha ato problematika të cilat ne i konstatojmë gjatë zhvillimit të zgjedhjeve, përfshirë votimin edhe numërimin. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, sfidë e shtuar, dhe është goxha sfidë në fakt, është votimi nga jashtë, vota e diasporës. Edhe një pyetje të fundit me lejen edhe të panelit këtu. Patjetër. Zoti Celibashi, ju keni përvojën tuaj personale në administrimin e zgjedhjeve, por gjatë kësaj përvoje ju keni pas kontakte edhe me vëzhguesit lokal, edhe me vëzhguesit ndërkombëtar. Nëse do të mlidhni problemin themelor të zgjedhjeve në Shqipëri ose një problem kyç që mendoni që po të adresohet, procesi do të jetë krejt ndryshe dhe vendi do të jetë krejt ndryshe në kuptimin e finalizimit të procesit. Cili do ishte ky problem? Duke përjashtuar çfarë lidhet me ballafaqimin politik dhe konfliktualitetin në njërë pas sens politik, ajo çfarë ngjelet të adresojë në mënyrë serioze ka të bëjë me mënyrën e procesit dhe administrimin e procesit zgjedhor. Jemi në gjykimin dhe në vlerësimin tim një mekanizëm gati primitiv i administrimit të zgjedhjeve në Shqipëri. Partitë politike janë me kontribute mjaft domethënëse në kuptim të përgatitjes administrimit të procesit zgjedhor, por këtë privilegj, nëse mund ta them kështu, që ato kanë, nuk e kanë proporcionalisht të drejtë me përgjegjësinë që do duhet të tregojnë në mbarvajtjen e këtij procesi. Kjo mënyrë do duhet të ndryshojë në mënyrë radikalisht për gjykimin dhe vlerësimin e tim, që nuk do të thotë asesi që partitë politike duhet të shmangin 100% nga ky proces. Po jo kështu në këtë format sikurse e kemi sot. Po, zoti Krasniqi? Jo, s'kam. Zoti Kalemaj, keni një pyetje për zotin Celibashi para se dy pyetje të shkurtra. Zoti Celibashi në lidhje me votimin diaspor, duke qenë se jemi në përfundim të këtij procesi që kushtoi pak të 10 herë më shumë se sa i organizuar në Kosovë, çfarë note do t'i vinit, duke marrë parasysh dhe problematikat, dhe së dyti në lidhje me votimin elektronik. Mendoni se ka ardhur koha për ta shtrirë, pasi kemi pasur disa herë zona
kampion të ashtrim në gjithë territorin e vendit, sepse kjo do të përshpejtonte edhe çështjen e numërimit dhe ju jeni ankuar që numëruesit ndonjëherë duke ndërtuar 20 orë, pa kryer ndoshta edhe nevojat personale dhe pa ushqim, janë të lodhur, raskapitur, të sfilitur dhe kjo vonon dhe procesin. Për sa i përket votimit të diasporës, nuk mund të shtoj më shumë se sa çfarë Odir tha dhe vlerësoi në lidhje me këtë proces. Procesi i votimit nga jashtë, procesin e votimit nga jashtë, Odir e ka konsideruar të organizuar dhe të përgatitur shumë mirë. Unë e kam bërë publike kësaj që më është rasti gjykimit dhe vlerësimit tim në lidhje me këtë proces. Kemi punuar shumë që ky proces të ishte vërtet shumë i mirë. Do donin që të ishte perfekt, pa asnjë lloj problematike. Nuk e kemi perfekt, po e kemi shumë të mirë. Dhe do duhet të mbajmë në vëmendje që e kemi përgatitur këtë proces në një kohë mjaft të shkurtër dhe në mungesë të një eksperiencë totale dhe të pamundësisë për të parë edhe konkretisht se si ky proces është zhvilluar në vendet e tjera. Por mendoj që të paktën deri tani ja kemi dalë që të kemi një proces të vlerësuar ashtu sikur se unë thash, por edhe sikur se ka konfirmuar Odir shumë të mirë. Për sa i përket votimit dhe numërimit elektronik, vlerësoj që është rasti që të zgjerohet si mënyrë votimi. Mendoj që për të gjithë tash nuk ka dilema në lidhje me integritetin e këtij procesi dhe do të ishte me dobi që në zgjedhjet e ardhshme ky sistem të shtrihej edhe më gjerë. Atëherë, zot Celibashi, ndoshta për ata që nuk na ndoqën në fillim të intervistës ta ribëj pyetjen kur e parashikoni përfundimin e procesit të numërimit, pra gjatë gjithë natës, a garantoni që nuk do të ketë ndërprerje dhe kur është deadline-i që e mendoni që ta kemi të përmbyllur procesin dhe rezultatin para prak? Nga KQZ-ja gjithmonë. Besoj që deri në fund të kësaj jave do ta kemi, sepse vonesa, nëse mund ta vlerësoj kështu, për shpalljen e plot të rezultatit para prak, si për subjektet zgjedhore ashtu dhe për kandidatët, vjen për shkak të kohës që duhet për të administruar procesin e votimit nga jashtë. Ndërsa për votimin brenda vendit, besoj deri nesër mbasdite do t'i kemi këto të dhëna paraprake. Po të gjithë rezultatin të plot, votimin jashtë vendit dhe votimin brenda vendit do ta kemi besoj deri në fundjavë. Zot Celibashi, falenderoj shumë për këto minuta dhe këtë kohë që gjetët për t'u bashkuar në transmetimin e drejt për drejt të A2 CNN. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të kthehemi me panelin për të vijuar diskutimin.